Kujdes, shtetasit shqiptar mund të qëndrojnë në shtetet e zonës Schengen për 90 ditë brenda një periudhe 6 mujore. Numërimi i ditëve të qëndrimit fillon në momentin e hyrjes së parë. Nga data e hyrjes së parë llogaritet 6 mujor i përgjatë së cilit shtetasit nuk mund të kalojnë afat qëndrimin prej 90 ditësh. Për hyrje-dalje të shkurtra, afati i qëndrimit është shuma e ditëve për secilin udhëtim. Nëse përgjatë një 6 mujor i shtetasit nuk qëndrojnë 90 ditë të plota, ditët e mbetura nuk kalojnë, si shtesë e afat qëndrimit të lejuar në 6 mujorin pasardhës. Mos respektimi i afat qëndrimit 90 ditor për 6 muaj përbën shkelje të legjislacionit të vendeve të Schengen. Shtetasit që thyen këtë afat penalizohen me gjoba ose me ndalim të hyrjes në të gjithë hapësirën Schengen duke ju vendosur ekspuls 1 vjeçar, 2 vjeçar, 3 vjeçar ose sidomos nga Greqia 5 vjeçar. Zyra jonë e avokatisë ju ofron të gjithë procedurën e ndjekjes së procesit të verifikimit dhe fshirjes së ekspulsit. Për më shumë info kontaktoni në numrin e telefonit ose WhatsApp.